Këta kanë kapitullu. Këta kanë me Orhan Ismailin, me Megastiqin, Vlorën e këta që janë kry, kjo parti ka kapitullu. Kjo parti mas zgjedhjeve lokale ku ka me pësu prapë dhe disa humbje të komuna Raze, kjo ka kapitullu. Inshallah kthehet Hashim Thaçi. Se po su kthy Hashim Thaçi, këta vazhdojnë me gjithë Çelsin, me Memli Krasniqin, me Orhan Ismailin, me Vlorën, që janë hajgarezhi, njerëz jo serioz, a kupton, që luajnë një kapital historik të identitetit të PDK-s, me këto makinacione këta do të me gjithë Çelsin. Partisë Demokratike. Edhe ka marrë puna ditë aty. Po çka është tjetra? Unë çuditem me disa njerëz që kanë potencial të jashtëzakonshëm, që nga themelimi, që janë pjesë e identitetit historik të PDK-s, e komandant të shquar, si nuk reagojnë më rëburi butës. Si nuk reagojnë. Do thotë, a keni po James Rubin? A keni po që Orhan Ismaili një fjalë se ka thonë për atë punë? Hej, Orhan Ismaili nuk është qytetar i thjesht, është i dyti në Partinë Demokratike të Kosovës, nën kryetar. Orhan Ismailin, ky që është, e ka bo Hashim Thaçi, e Kadri Veseli. Se po mos tishin ata, ky s'kishte qenë më njoftë më shumë se sa i komuniteti i kafisha, i kafeneve ku i ka marrë ky më përpara. A kupton? Orhan Ismaili prandaj është nën kryetar i partisë, është dosh me konferencë shtypje me dalë. Jo vetëm më thonë ato dy fjalë. E më shtjellu, e më thonë shiçoni o popull. Cila është e vërteta luftë shqiptare, shiçoni se çfarë James Rubini. A kupton? Dhe ky në kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës 24 orë në TikTok, se po duan më bë kryetari i partisë. Në emën të PDK-s, po pa logo të PDK-s, se po mjen marrë. A kupton? Se unë jam urban, pas urban nuk jam. Në gjitha formulimet, elementet se çka krijojnë një kulturë urbane apo një background të tillë se ka as ky, as me imni as Lora. Larg janë. Po këto janë aksidente historike të sa PDK e ka marrë se vërtet në atë kohë kishte nevojë me zgjeru pak rrjetën. Po është në gjendje shumë të rëndë. Shumë të rëndë. Edhe Lumiri, nisoj. E njëjta gjendje. Po, fola për këta më shumë, sepse isha vetë aty dhe kom parë se si e shkatrojnë këta parti. Njëjta gjendje Lumiri. E gjithata profesor doktor Abdullah Hoti, Kujtim Shala, Hikmetja, e mos t'i përmendi, plot të tjerë. E me të heq ty një Lumir i cili shif në deklarimin e pasunisë. Ka gjitha të pare kë, a unë ta. S'ka kur gjoj, njëti, Lumiri, Memlit njëti. A din kur të ishtë rahat me këta, rahat. Kur, 100.000 vjetë kam i fitu zgjedhë sa të ke Lumirin edhe Memlin edhe Orhanin këtu në Prishtinë.